Në varreza nuk shkruan se janë vetëm për të rritur. Gjenaze pas gjenazes, vdekje pas vdekjes. Lajmet për vdekjen e njerëzve si vetëtima. Filani vdiq në aksident, e tjetri nga sëmundja, e tjetri ishte duke ecur dhe ra. Të gjithë e lanë dynjan pas shpinës së tyre dhe i varrosëm në ndhe. Pa dyshim do të vijë edhe dita ime dhe dita jote, prandaj përgatiti mjetet e udhimit pa kthim. Kurse ti i cili e vonon pendimin me arsyetim se je i vogël, më fal, në përvarreza nuk shkruan se ato janë vetëm për të rriturit. Ato i pranojnë të gjithë, pleqe të rinj, fëmijë dhe të rritur, burra e gra. Mos u mashtro se do të jetosh gjatë, se edhe nëse jeton me qindra vite, prap amanetin do t'ja dorëzosh Zotit tënd. Më mirë fillo përgatite furnizimin tënd për ahiret, sepse me të do të dalësh para Allahut.